vërtet jetën e njeriu me një burri me vlera klasike, si njeri modest, si njeri me profil të ulët dhe ka bërë tamam një jetë pa kurfar zhurme, si themi, në jetën publike. Kështu që është model i prindit, model i familjarit e i zotit shtëpis, që edhe pse familja është në rang të kombëtare njëor, ai din të bëjë jetë shumë modeste. Ardhja nuk ju lejua ish presidentit, thoa që në Varrim, megjithatë ai vizitoi disa ditë para se të vdiste. Cilat mund të jenë arsyet? Është bërë kërkesa me kohë? Arsyet, vizita që është bërë me shumë vonesë. A nuk ishte fushata zgjedhore, apo nuk di çka ndikoi, po edhe atëherë u dash 3-4 herë, të paraqitet raporti i gjendjes së tij shëndetësore. Në ndërkohë ai me 13 mars arriti që ta vizitoj prindin për së gjalli dhe ishin orët e çmalljes, orët kur si them shpirti i Basit Haxhi kishte pritur deri në atë moment dhe në atë moment në një mënyrë u përshëndet me jetën e vet, duke e parë djalin e vet, dhe kjo ishte në kuadër të rregullave shumë strikte që i ka ajo gjykatë speciale. Ndërkaq edhe për rastin e Varrimit, kërkesa është bërë, siç prononcohet edhe ekipi i mbrojtjes, me kohë. Por çfarë janë ato rregulla nuk e di, ajo joja strikte e gjykatës u kundërpërgjigj jo strikte të tyre një përgjigje po e popullit. Populli në mënyrë masive tregoi që Hashim tha që do meritonte të lejohej të ishte në mesin e familjes të jap lamtovinin e fundit prindit të tij. Populli tregoi që ai ka merituar të jetë, ndërkaq gjykata i ka rregullat e veta dhe sipas disa gjasave ajo tash mund ta bëjë një zbutje të shpirtit saj, si më thon shumë segregativ. Dhe ndoshta pasi të përfundoi kjo ceremonia e nderimit të mbëshllimeve, atë mund ta lejojnë të vijë të shohë nënën, vëllezërit edhe gjithë familjarët tjerë. Pra pas të pamës thoni që mund të ketë një vizitë nga ish presidenti. Besoj që po, sepse duke u bazuar në përvojat e mëparshme të burgosurve në Hag, ata janë lejuar pas mbarimit të mbëshllimeve, janë lejuar që të vinë ta vizitojnë, por jo në praninë e një opinionit publik, edhe një pjesëmarrje masive siç është kjo në shprehjen e mbëshllimeve në Varrim. Po tjetë më private. Në ndërkohë përveç Taqit, edhe në të kaluarën kemi kësaj lloj praktikash, kemi Kadri Veselin, por edhe të tjerë që nuk i është lejuar pjesëmarrja. A mund të themi që kjo është shkelje e të drejtave? Absolutisht, kjo është shkelje, absolutisht, sepse këta njerëz, nuk janë njerëz që do të krijonin skandale ose do të krijonin shkas për të krijuar ndonjë problem, ndonjë skandal publik. Përkundazi këta njerëz me plot disiplinë, me plot dinjitet, me plot